Mirë mbrëma dhe mirë se vini në debat për një me. Pas përfundimit të rundit të parë të zgjedhjeve, ne kemi vendosur që kandidatët që i kanë fituar zgjedhjet, sipas rezultateve preliminare të KQZ-s, t'i ftojmë në intervista për t'i diskutuar rezultatet. Fjala është për kandidatët që nuk kanë balotazh sipas këtyre rezultateve preliminare. Pra, fokusi me ta do t'jetë që t'i pyesim edhe një herë për investimet që kanë mi bërë në 4 vitet e ardhshme, për shkak se nuk kemi pas kohë me kalu në gjitha premtimet me shumë kandidat. Andaj, sonte e kemi të ftuar Imri Ahmetin, kandidatin e LDK-s në Lipjan, komunë e cila nuk ka balotazh sipas rezultateve preliminare. Në këtë komunë, Imri Ahmeti ka fituar 51.15% të votave, apo 15.029 vota që janë gjede i tash, ndërsa kundër kandidatët e tij, i dyti ka marrë 30.5% Shukri Buja, si dhe 16.33% Ilir Qeriqi. Imri Ahmeti është mes tjerash sekretari LDK-s, edhe për këtë arsye mu mas pari më intereson bisedën me zhvillu për komentet e tij për qendër. Mirë se ke ardhur, Imri Ahmeti, faleminderit që ke ardhur në një dë 2 urime që i ke fituar zgjedhjet pa balotazh e 4ta herë. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën jeta. Po, është hera 4, natyrisht. Apo e mrin rekordin e Burim Berishës që me qenë kryetari mas gjatë në pushtet? Burimin e kem kryetar legjendar, jo, nuk kem të ushtyr me burimin as me askën tjetër, natyrisht. E di që si e të ushtyve, që ai 5 herë më duket i ka fitu, ai e që aty ofër. Po afrohesh. Imri, je sekretar i partisë, jemi të po, tash masi që u kryen zgjedhjet është një interesim, kuriozitet i publikut me po, a jeni ma disponu me bo koalicion, apo jo, si LDK, a keni biseda mas vendimi gjykatës kushtetuese, a do të shohim një tolerancë për të dyja partive që jeni ofru, po jo pës juve, sepse prej para 6 muajve e keni ftesën, jeni vetmja parti që e keni ftesën për koalicion, a ka ndryshu diçka mas 6 muajve pritjeje që na keni lënë këto qytetarëve mas zgjedhjeve qendrore? Faleminderit jeta edhe një herë, më lejo që falenderoj qytetarët e Lipjanit për një kulturë dhe disiplinë treguar në procesin zgjedhor. Natyrisht falenderoj gjithë ata që kanë dhënë besimin që të vazhdoj punën për Lipjanin e para. E dyta, nuk besoj që ju kalon Lidhja Demokratike në pritje, sepse Lidhja Demokratike e dini që në zgjedhjet nacionale nuk ka përgjegjësinë e partisë parë për të në këto lloj raportesh për ndërtimin e një qeverisje të vendit. Natyrisht i ka taku përgjegjësia dhe i takon përgjegjësia të parit. Na nuk jemi ai subjekti determinues i të ardhmes vendit, subjekti determinues. Megjithatë ishi determinues, unë më thonë Emre, sepse ju e votuat kryetarin e kuvendit. Natyrisht, për t'i dhënë mundësi, sepse të gjithë e dim thirrjet ose tendencat që ne e kem votat për kryeministin, i kem votat për kryeministin, ta shohim nëse i ka votat për kryeministit, nëse duhet ta them atë a kemi muhabete jashtë perdeve apo jo, ta them para publikut, tani për tani nuk kemi asnjë lloj komunikimi, natyrisht i takon bara për të nisë çdo lloj dialogu në dobi të konstituimit të qeverisë së ardhshme kryeministit aktual, përkatësisht partisë parë. Është e martë, kur po e xhirojmë intervistën, kur po e lëshojmë, është e martë, dje hanën kryeministri tha që do t'ju kontaktojmë shumë shpejt. Që ajo shumë shpejt ke e hane dhe i sot martën, kur po e xhirojmë që t'intervistë, Imri, a ju ka kontaktu? Jo, tani për tani jo. Nuk ka lloj komunikimi. Naj sekretari partisë, VV-s, nuk ka ndonjë lloj komunikimi zyrtar i cili do të fillonte me negociun këtë çështje. Pas jo zyrtarisht ty si sekretar? Jo, absolutisht nuk kemi. Jo, s'kemi. Fakt jeta është pak normale, sepse kemi qenë të angazhuar në zgjedhjet lokale të gjithë. Atyre gjitha partitë kanë qenë në fokus për komuna. Po kryetarët e partive vallas kanë qenë? Jo, në besoj që po, edhe kryetarët e partive kanë qenë të angazhuar. Në sa e di, nuk ka komunë që s'ka shku 3-4 herë kryeministri Kurti. Mirë, është një farë premtimi i madh që LDK-ja mas shumti prej krejt partive në zgjedhjet qendrore, Imria pa dhënë votuesit vetë që na jep një votën se na nuk shkojmë me vetëvendosjen. Edhe është një farë kërkese e mirë po 6 muaj i kena pa
të zhagitjes, a jeni të dyja partit në anën tjetër të vetëvendosja edhe ma shumë se ju? I ka thonë votuesit vetë, mi 500.000 se une kur qyrës shkoj koalicion. Tash, votuesi ju ka besu se ju ka besu. Atyne si ja kanë dhonë 500.000, juve si ju kanë qitë as dytit. A bon, aso kjo shejt që për shkak numrave, ju të dy partit pak sedrën me ullë dhe me u marrë vesh pa shku në zgjedhje? Unë dakordojmë që ne duhet të jemi racional në këto raporte dhe duhet gjithë një zgjidhje në të mirë të vendit, qeverisës vendit. Megjithatë, nuk mund të relativizojmë ose të barazojmë përgjithësinë e subjekteve në përputhje me votën, me elektoratin, përputhje me mbështetjen elektorale që kanë. Unë mendoj gjithmonë edhe historikisht edhe kudo në botë ku ndodh ai që është partia parë ka përgjegjësinë për të prirë këto procese, ka përgjegjësinë për të lëshupe në zgjidhjen e momentumit për të krijuar një qeverisje, përndryshe me insistimin që me insistimet e tilla është vështirë. E vërtet. Me bu me lëshu, qysh kështë e pas qef ti me lëshu peta? Qka kështë do është ti me po? Koshqen para publikut. E para duhet të ndërtohet një raport mirëbesimin mes partnerve potencial. Ne paka shumë e kemi provu, i kemi dhore rast njëherë dy. E dyta, natyrisht kemi shumë argumentet tonat me cilat dyshojmë që mund tjetë e qëndrushme një qeverisje të tillë. Tani nuk du të shpekulojmë ma shumë, sepse po menoj që prap e kemi fokusin në nivel veni tek balotajit, tek qeverisjet lokale, ndërka që po besoj ditëve tashme do të sqarohet nëse ka... Qka ju shtin Imre? Analiza jote është shumë e rëndësi se je prej kuadrove ma stabil të LDK-s. Edhe me grupin me thonë të kalum, edhe me grupin e tanishëm të ki dalë fitimtar. Ta shti, s'po të bëj lojka, po ke dalë fitimtar, edhe me kohën e Agim Veliut, e me gardën e vjetër pequj, edhe me gardën e Lumirit ke dalë fitimtar. Për që ato? Kallëzëm qka e shet ti, qka e bon që të koalicion potencial VV LDK të paqëndrushëm? Pse me ndonë që këshme qeni paqëndrushëm? Sepse e kemi provu. E kemi provu. E para, e dyta, e kemi po mënyrën ose logjikën e dveprurit. Shikoni nëse doni ta marrmi modelin e punës që ka pas qeverisja e deri tanish me komunat. Unë vetë jam kryetar komune në mandatën e 4, dhe kam pas fatin me qenë kryetar komune dhe me pas kryeministra Ran, prej Hashim Thaqit, Eis Mustafës, Ramosh Haradini deri tash. Prandaj e njohmi pak a shumë logjikën e dveprurit, jo vetëm në raport me komunat, po në raport edhe me punët në nivel veni. Pa dash me hy në çështjet më madhore, si që është çështja e zgjidhjes problemit me sërbët, e veriut atje ose probleme tjera me cilat është ballafaqu vendi ju deri tash. Mendoj që kemi mos përputhje, koqo të mëdhaja, një hendek jashtëzakonshëm, me cilën paraprakisht do doj me ndërtu një raport mirëbesimi për mundësit e së ardhmes. Shikoni, jo rastisht me Lidhja Demokratike ka bënë ofertën e një qeverisje në kuptimin gjithë përfshirës për të zgjidhur disa prej pikave që janë të domosdoshme, disa prej çështjeve që kanë karakter nacional, karakter kombëtar. Nuk ka qenë ideja të marrë as kryeministrin Lidhja Demokratike, as të marrë pozicione politike. Oshte qarë që ju i kemi vijat kuqe, Imre, apo na rikujton vijat e kuqe, LDK-s? Natyrisht, ne kemi vijat e kuqe të definume, i kemi të përcaktume në ofertën kur e kemi po për një qeverisje gjithë përfshirëse. Na mendojmë, edhe sot mendojmë, që veni i ka disa çështje emergjente dhe disa çështje që janë gjithë përfshirëse për vendin tonë. Nuk ka çështje eksplicite të një partije politike ose të dy partive politike, por janë çështje cilat vendit tonë duhen me i zgjidh nëpërmes një unifikimit të mendurit politik mbrana të gjithë spektrit tonë politik. Jo të shkohet në zgjidhjen e një qeverisje duke nda pozicione politike dhe prap vendi ynë të metet pa i zgjidh problemet me cilat ballafaqohemi që një kut gotë. Do me thonë, une po e përkthej këtë, bile shumir që qele se kom rrallë pyetjen për marrëdhëniet me SBA-n. Kjo ka qenë njëna prej pykave ku herën e kalume nuk jeni pajtu. Për që ato, po du me të pyet, a keni mri në ai situatë ku sot, Zotni Ahmeti, ka diskutime në LDK që hajtë se duhet me i negocu që to, me fillu me i negocu, nështë ta ka ndru pozicionet e vetëvendosja, nështë ta është interesume me bo kompromis, nështë ta mundën me i qitën letër që to parime, qka dëni ju, me qitë sakt, me bo listër, ju qka dëni
mos me ndodhë, cilat janë vijat kuqe edhe me u bo koalicion. Nuk janë çështje çka duam ne. Janë çështje çka i duhet vendit dhe cilat janë problemet që duhet me zgjidh dhe për të mos i lënë prap borë gjenerata tarshme e as qeverisje tarshme. Po ai po thotë që i zgjidh mënyrën e tëne, te taktikat ju keni probleme. Ai menon që i zgjidh çashtu. Nëse menon që i zgjidh le të vazhdojnë, ne po shohim që se ka zgjedh asnjë prej tyre, apo? Do më jemi në momentum jo të përshtatshëm, jo vetëm në raportet ndërkombëtare, në raport me miqtë tonë, aleatet tonë më të maj, jo vetëm me SHBA-n, po me të gjithë. Madje me shtetet fshinje nuk qëndrojmë, madje as me Tiranën zyrtare nuk kemi raportet mirë, apo jo. Do të thotë, këto janë situata cilat do dojmë ullë, do dojmë nrru pak a shumë mendësinë e qeverisës me të ne natyrisht kemi probleme. Është e qartë që kjo kërkesë shumë e qartë, marrëdhënia me vetëvendosjen, pse po niheni që nuk mundeni me bo koalicion me ta, po në anën tjetër, një LDK-n po ankohet edhe opozita, bre Emre, ju s'po mundeni asnjë blok me bo me opozit. Atëherë, po du me të pyet me ta kthy pyetjen krejt. A jeni ma ofër, mas që tyne 7 mujve, kogja maltretim për publikun, po pe kuptoj pozicionin tonë pse o maltretim. Ti s'po do me hi në një dëshprim edhe matë madhë me i dhonë qytetarëve që edhe me hi në koalicion, edhe me masnej me rëdzu qeverin, qësh në ndodhin Covid. Po e kuptoj qatë pozicion, po tash atuni mu marrë vesh atëherë, krejt parti tjera opozitare, nëse ndodhë që ajo që ti po menon që ka me ndodhë, që si ka numrat vetëvendosja, me ardhë te mandatori i dytë. A jeni tu i afru në qatë drejtim parimet me parti tjera opozitare, se ata po mankohen që ju s'jeni as me Sheher, as me Barilev. Është ma e letë me akuzu që ndo të qofë subjekt, këtë rast edhe mund të akuzoj njërin prej subjekteve politike ose prej partive aktuale parlamentare, nuk është e vërteta atë. E vërteta është, unë vërteta menej që për zgjidh një problem ma fat gjatë dhe për shkak të numrave që aktualisht i kemi në parlament e që nuk prodhojnë një shumis determinuse të asë një krahu politik, këtë rast edhe të atyre partive që po konsiderohen hale opozitare, ndonë se nuk është zgjidh akoma qeveria, po edhe në pjesa tjetër e këtyre që konsiderohen që janë në pushtet, do të nuk e kanë fuqinë politike mrena parlamentit për të zgjidh vetë. Prandaj, këtu, unë menoj që zgjidhja më adekuate ka qenë, që deri në zgjidhjet që do të vinin parlamentare në kohën kur ne kemi sugjeru dhe kemi propozu idenë, kemi një qeverisje gjithë përfshirëse, ne do t'i qasëshmi si shoqni, si shtet, si opinion publik, për t'i zgjidh ato çështje që kanë qenë më makro, në interes të publikut, në interes të vendit tonë, në interes të së ardhmes tonë, e pastaj natyrisht do të prodhosh një situatë e rëndë se do të hyshim ndoshta në një qeverisje më afatgjote, ndoshta në zgjedhje nacionale që do të prodhonin sigurisht një situatë pak më ndryshe se sa kjo, edhe do të shkonim një nga një tek problemet. Ama parashikimet Emre, e ndoshta te ki parashikime tjera, te kallëzon mu që po menon, po parashikimet janë që na qytetarë s'kena me votu ndryshe. Na për afërsisht kena me votu që shtu si herë në kalume në zgjedhje parlamentare. Apo mendon ti që kanë me votu? Menoj që do të ketë lëvizje, edhe duhet të ketë lëvizje. Duhet të ketë lëvizje sepse... Se menon që duhet ketë? Po shika jetë, nëse një parti politike ka këtë numër të deputetve, dhe që 6-7 muj manë peng, një shoqëri të tërë, manë peng gjitha proceset e mëdhaja shoqënore, manë peng raportet tona ndërkombëtare, unë menoj që dhe publiku do të më reflektu. Do të më prodhu në situatë e re, në cilën do të mund të hynin pastaj... Ama që ata njerë që i kanë votu vetëvendosin, i kanë dhonë vot për mos me i në koalicion me PDK-n sidomos. O mirë, letren atër ashtu. Letren. Nuk mund po asë ju si keni, numrat as ata. Shikon, LDK-ja mas pakti mund tjetë në tapet e akuzave. Absolutisht mas pakti. është part subjekti tret, apo? Mrena parlament. Ama ju po si synoni me qeni pari Bremri. Apo po mdo këtë vetëm që është ma e but, ma e letë edhe piketohet i një të subjekti. Nuk pe akuzoj, une po thëmë qysh mundëni me qenë pjesë e zgjidhjes, apo shë po më intereson instikti jot politik, apo shë zgjidhje edhe mas zgjedhjeve. Por shë që po bosh i sinqer që s'munët mu bo qeveri me LDK-n, sa po shë une, s'munët mu bo qeveri. Shikonit, jemi korekt, përsa qëndrim politik i lidhjes demokratike, e dini gjithë ka qenë oferta që ka bo lidhja demokratike. Vazhdoni me qëndrujnë që ata? Do të qëndrojmë në atë aktualisht, t'jem korekt. Oke, hajde pe eksplorojmë qeverin teknike. Apo menon që në qeverin teknike që keni propozu? Po. Me qenë edhe AK-ja dhe PDK-ja? Ata rikujtojnë? Të gjitha. Të gjitha? Të gjitha partit parlamentare. Nuk mund nëryshet preashtohet askush. Nuk do dojmë preashtohet. Mi ndo ministrita, po Emre? Shikon, nuk ka qenë ideja të bëhen njerëzit aktual, liderët aktual të partive politike të marrën asë përgjithësina të funit. Ideja ka qenë të ulmi në ratë parë në tavolinën e bisedës.
të gjithë pjesëmarrësit në parlament, partitë parlamentare, përfaqësuesit e tyre. Por refuzimi a priori as të mos ulemi fare, nuk u fajtor Ligia Demokratike. Nuk u fajtor Ligia Demokratike. Në radhë parë do të më reflektu vetë lëvizjave të vendosur. Që kjo të ulemi, se pak jetu e zbutë, sështë gjithë qyrë qeveri teknike, të ulemi. Do me thonë, je I hapën për mu ullë, do me thonë me përfundu. Natyrisht, tesa ka qenë e tillë me ullë, gjitha partitë politike me gjithë një zgjidhje përbashkët për temat që ne jo kemi referu. A priori është refuzu dhe natyrisht Ligia Demokratike nuk mund të marrë përgjegjësinë sepse subjekti tretë. Imria, nxehat e ullën kur ju ka thirr Vjosa mu ullë edhe jeni ullë edhe... Nuk e kuptova, më faljet. Ju ka thirr Vjosa presidentja, I ka thirr krejt partitë, jënë ullë, me këqyr shtu hollë që ajo ullja o boq aty. A nxehat që aja? Mund bëhet prapë, pse jo? Mund bëhet prapë. A ka zona në LDK që janë të ndru qëndrim mas 7 muaj? Jo. Mund të kenë zëra individual, qëndrim nuk kemi politik. Natyrisht edhe njerë po i kthejmë individual deputet po të pys? Mund të ketë, nuk e di, sepse unë kam qenë shumë I angazhuar në zgjedhjet lokale tash sapo I kemi përfunduar undën e parë dhe nuk kam pas ndonjë komunikim të kështu të shpeshtë me kolegë deputet të Ligjës Demokratike, por megjithatë për sa e di unë qëndrimi është I njëjtë. Po du tash me të pyet për komentimin tënë për të dhënat apo rezultatet preliminare për LDK-n në krejt komunat. I ke 2 komuna të LDK-s që janë fitu pa ballotazh, e ngar LDK-ja është me 9 komuna. Sipas teje, a është sukses, a dështim që ky rezultat për LDK-n? Do thoya sukses megjithatë. Natyrisht që pritjet tona dhe puna jonë në teren ka qenë më e madhe në kuptimin e hyrjes në spakun në balotazh dhe në shumë komuna të tjera, ose në rritjen e numrit të votës për partinë. Megjithatë edhe ky rezultat është rezultat I kënaqshëm. Na nuk mund të prejudikojmë që në gjitha komunat e Kosovës do të I merrnim për të udhëheq. Megjithatë duhet të jemi koshient që janë rezultate preliminare. Akoma nuk janë votat jo vetëm të diasporës që duhet me numëru, po janë edhe votat që janë të persona me nevojat veçanta, votat të tjera që do të rinumërohen për me pa pastaj se qysh do të reflektojnë këto vota në rezultatin final të disa komunave. Mirë, cila është për ty fitoria më e madhe LDK-s e dështimi më I madh? Ku mendon që është fitoria e dështimit? Nuk do të hyj tek dështimi, menej që nuk du me linçu asnjë prej veprimtarëve, prej kryetarëve degëve tonë ose kandidatëve për kryetar komunash. Menej që në Prishtinë jemi dalë jashtëzakonisht mirë, edhe menej që në Prishtinë ekziston ambient, ekziston favor jashtëzakonshëm I kryetarit përparim Roma. Natyrisht që jemi dalë në shumicën e këtyre komunave që jemi në balotazh mirë, dijet Istogu dhe Lipjani kemi mbajt. Edhe vetëvendosja po thotë që ka dalë mirë në Prishtinë, para meno. Kur I ndigjon që ky publik po thonë LDK-ja kena fitu, edhe vetëvendosja po thotë kena fitu. Shihen votat, ne jemi të po votat si janë sot, natyrisht që jemi partia e parë, jo vetëm kuptimin e garës për kryetar komune, dhe unë besoj që në Prishtinë nuk kemi dilema që do të fitojmë. Okej, pe përmend Prishtinën, e unë po du me të pyet diku ku është nështë ma e dhemshme për LDK-n, ku në Gjilan, venin që e keni pas bastion LDK-ja nuk hin as ballotar se I fiton pa ballotar sipas rezultateve preliminare. Është shumë afër. Imri, po megjithatë po du me komentin tën për një bastion të LDK-s. Ndoshta keni drejt, në fakt edhe atë është domthonë në numrat e fundit a hyjet apo jo në balotazh. Megjithatë nuk unë I rezultat aq I dopt, sa për të gjyku a priori kandidatin ton Arber Ismailin. Natyrisht pritjet tona kanë qenë absolutisht që ne të hyjmë balotazh gjithsesi dhe të jemi të partë në garën e Gilanit, na dohet... Rezultati ti është 15% ma pak se I pari. Unë sa e di, nuk e kam numrin e saktë të votave që vinë nga jashtë, por duhet nashta me pritë dhe përfundimin e kësaj, sepse mund zbritet kandidati vëse mund të hyjë balotazh nashta më afër. Njëjtë po thojna, kampi Albani Hysenit po thotë diaspora o me neve. Nuk e di do ta shohim, sepse e di që pjesa Anamaravës, kushtimisht po e quaj, janë bukur aktiv në Lidhjen Demokratike në diaspor, kryesisht në Zvicër, Gjermani, dhe ta shohim se si do të reflekton votat tyre. Megjithatë, a kena analizë, po është vështirë Imri edhe partinë në pushtet me e shtime na kallëzu analizën, pse një partinë në pushtet, kanë kaq pak komuna, po të pyes ty se është analiza jote. Ju po kërkoni analizë, po na dje kemi pas ditën e parë mas zgjedhjeve, se do të dita e dytë, nuk kemi asnjë lloj analize, është e vërtet. Do ta shohim sigurisht ndërkohë që kanë qenë faktorë që kanë pas impakt në këtë rezultat të zgjedhjeve, jo vetëm në
komunën e Gjilonit, po në gjitha komunat në cilat ne kemi qenë në garë. Llogares që je politikani e rreshkon, që e ki analizën gati. Nështë është pritje kemia se Zonat jemi të i marë, po jo analizë nuk kemi bërë alo, jetë jemë korekt. Po du me komentu pak Mitrovicën, prap një rezultati dhimshëm ku LDK-ja, një vakt ka qenë udhëhecë asaj komune, sot i merë 3,5% votave. Pse po menon që ka ndodhë kjo? Tash, kjo zvynë në fort analizë se rezultati shumë i dopt. Pse po menon, është pak shihet që rezultati ka që i dopt, është natyrisht mungesë e punës të strukturave tona atje. Nuk e di çka ka ndodhur, sepse pritjet tona nuk kanë qenë për një rezultat bashkaq të ulët në Mitrovic. Natyrisht që kandidaturat e partive tjera politike kanë reflektu më pozitivisht se sa kandidatura jonë atje. Si që thash, ne nuk kemi mujtë akoma me ullë, me pa analizën tonë pse kanë ndodhur dhe do të me reflektu natyrisht edhe në atë degë edhe në degë tjera në cilat nuk e kemi rezultatin e duhur ose të knaqshëm, përse natyrisht ne jemi përpjek me punu dhe në Mitrovic. Nuk kam çka i shtoj ma tepër, realisht në Mitrovic rezultati është shumë i ulët. Mirë, njoshta vlerësimi jonë i gabum, jo veç i joti, po të kallëzoj analiza jonë që në vushtri ka qenë nështë hynë Gjaferi në balotazh. Ai nuk hynë asë në balotazh. Po të kallëzoj që nështë analiza jonë është e gabume. E jotja, a ka qenë pritja që shto që si në balotazh? Njëjtë edhe ne kemi pritë që t'jemi në balotazh. Në fakt, pse s'ka hinë në balotazh, ish kryetari Gjaferi, nuk e kemi idenë, duhet të shikojmë edhe atje. Duket që edhe atë strukturat nuk e kanë dhënë kontributin e mjaftueshëm. Nështë kandidati është ma i miri, pra? Natyrisht, do të shohme edhe... A i keni vetë, Imri, po më interesoj si sekretar, qysh bo që ke negociat, qysh o bo para se me u zgjedh kandidati, se na nuk kemi mujtë se cilin shtab me pyt. A e ka aprovu shtabi qëtë kandidatën vushtri, apo shtabi ka qenë për diken, shtabin, po e fjallin e kom shtabin LDK-s në vushtri. A e ka zgjedh Gjaferin, apo e ka zgjedh si tërkon? Natyrisht, gjitha kandidaturat që vinë prej degëve, marrin një lloj pajtoshmërie të degëve të tyre, në këtë rast të vushtrisë, dhe këtë pajtoshmëri, këtë nominim të degëve e binë në kryesin... Sigur t'je që krejt kandidat e kanë pas... Jo krejt, ka pas edhe zëra të tjerë, të mund ka pas edhe ide të tjera, por ajo që ka qenë më afër konsenzus, ose më shumë e pranueshme për pjesën dërmuese të aktivistëve, veprimtarëve të kryesisë së degës në vushtri edhe të degëve të tjera, ne kemi marrë pikërisht atë nominim, dhe si të tillë, kryesia e Lidhjes Demokratike natyrisht e ka aprovu dhe e ka dhënë nominimin. Mirë, tash për komunën tënde, folëm për qendër, folëm për komuna tjera, kallëzom të ti në Lipjan për shumë pak vota, jeni balotazh, po për një njëri që 3 herë është kryetar, është ti për rezultati i mirë, mos mu lodh njerëz me ty. Mos mu lodh njerëz me ty edhe prap me ta besu mbi 50%. Cili o recepti jëtë? I vetëmi recept është puna me nej. Të gjitha tjerat shkojnë e vinë, puna mbetet. Valojnë me të kalzu për parim Roma, menon që ka punu shumë. Drinë me to, a i menon që ka punu shumë. Që po të kalzoj aty, së Për parimi ka inë projekte te për të moja që jenë ma afat gjote. Ne si komun, natërisht dalojmë. Në intervista që i ka dhonë, a i menon që ka bo shumë punë. Pse a i me punë. Po ti menon që ashtu, po nuk po reflekton në rezultate. Unë menoj që edhe përparimi ka bërë punë tjerë zakonshme, janë projektet mëdhaja, projekte afatgjate. Pse ti po fiton po balotazh të ajo? Pse? Ta shë tjetër, është komuna Lipjanit, është komunë pak ma e vogël. Shikoj jetë, unë menoj që e para, vërtet, qytetari din me vlerësu punën. Pavarësisht që gjatë fushatës fillojnë më tendencat me ndërtu opinione negative, në vend se me u marrë me ofertën para publikut për çfarë do të qoftë lloj ideje, projekti, jo vetëm që duhet me bo si ofertë, po duhet edhe me sqaru para publikut. Na sot nuk mundna me ditë çfarë lloj kauze ka pas një prej kandidatëve ose çfarë lloj projekti ka pas, cilin do të qoftë projekt të deshifruar para publikut përveç projektit të akuzave. Nuk u projekt, ajo është fyrje ma tepër. Mendoj që puna e ka bërë vetën. Nuk kom hyrë asisht në orë. Ka e të thonë është, nështë është banale këtë që po thëmë, po s'jo mune qa që i mirë, so është kunder kandidate me jënë shumë dopt. Jo, shiko, e të thonë që ato? Ti më thejë qëfar receptet me të parën thash puna. Puna, një. Dhe e dyta, mësara, slogoni im ka qenë me punë për Lipjanit, dhe jo vetëm këtë garë, po dhe garën para 4 vitësh njëtën slogan e kom përdorë. Sepse unë menoj qytetarët e Lipjanit janë ashtë vetë di shumë sa din me vlerësu punën. Ata mund do shta një herë të kërkohet vota, herën e dytë meritohet vota, herën e tretë të katër konfirmohet vota.
keni parasysh. Do të thotë, unë kam kërku mbështetjen nga orën e parë kur kom i 2013. Po herën e dytë kam shku pa balotazh, herën e tretë pa balotazh, herën e katërt pa balotazh. Kjo natyrisht që qytetarët e Lipjanit janë shumë të kënaqur me punën tonë, me angazhimin tonë, shihet puna, ka një transformim të jashtëzakonshëm të gjitha lokaliteteve, vetëm të Lipjanit. Do të thotë prej do fshatrave që kemi qenë, siç thuhet tek ne popullor që në lëqe në terë, sot jemi në asfaltime, në trotuare, në ndryqim publik, dhe më ka një transformim të jashtëzakonshëm të gjitha Emri, megjithatë po du komentin tënë, dje kryeministri tha që shumë kryetar të tanishëm kanë fitu sepse ju kanë imu mediat. Ani është që e përkrapi mediat? Jo, përkunazi kemi pos opinionistë, kemi pos lëllaj gazetari që jo mytu qitë sondazhe negative, e të më quherë në balotazhe, herë të më humbë. Po, tash pse i shikoni vetëm pozitivet, shikoni edhe negativet jeta. Do ka pas një farloj opinionistët kanë të drejtë me dhonë funi. Vallaveç po komentoj që ka thonë kryeministri e tha që që mediat ju kanë imu. Normal, edhe deklarimi i kryeministrit është në soazat konsumit elektoral, fundit. Unë kam dëgjuar edhe komentet tjera të ndryshme për cilat nuk dëshiroj me u marrë shumë, po në fakt është e kuptueshme kur jemi në garë që mund të ketë fjalor të tillë për konsum elektoral. Po du pa komentin tënë për asamble, jeni 47% e këtë asambles, do me thonë ti me gjithate, edhe pse hen e ke fitu pa balotazh me qëto rezultate që i kemi, dush me bo koalicion me dikë. Jo, jeta edhe mandatin që sa po e përfundum, ne edhe s'kemi pas koalicion, sepse i kemi pas fix 16 asamblestë, nga 30 e saj ka asambleja jonë, edhe në këtë mandat njëjtë. Një ma shumë, ti po thu me 47% asamblesë fitume, i bën 16 delegat. Edhe që tu po pështojshe për një. Po, kom shtu gjithmonë, edhe herën e kalume kështu e kemi po. Unë e kam fitu vetëm mandatin si kryetar komune, por e kemi fitu mandatin edhe në asamble, tërësisht vetëm si lidhje demokratike. Okej, do me thonë ti se ki presionin me i dhonaj... Absolutisht, jo, asë se kemi pas herën e kalume. Na i drejtorimi a dhonaj koalicionit, kështu që mune shumë letë me më premtu mu sa gra kemi bu drejtoresha. Tasha, realisht e din që asë njerë nuk kam dhënë numar konkret. Fakt jeta do të doja shumë që vërtet gratë ta marrin meritu shumë pozicionin, jo vetëm pse janë të një gjinie femnore. Në fakt, do të përpiqem, do të angazhojmë që të kemi sa ma shumë, ta shohmi. S'po të pështon me goja me më thonë 50%. Jemi në pritje të konfirmimit të kush ka fitu në ratë parë si asamblesë, edhe tek gratë, edhe tek burrat, ta shohmi ndërkohë. Nëse njerëz të kanë votu gruan e Lipjanit në qatë listë, lartë. Pse ti si bën disa prej asamblesë? Natyrisht edhe herën e kalume prej liste i ku marrë 3 drejtoresha. I ki marrë 3? Po pra, natyrisht. 3 prej sa drejtorive? 13 drejtori. 13. Edhe zëdhënësën e kemi pas 4. A do merit? 4. Aha, mos ma në gjë zëdhënëse? Kanë qenë thash, ma heret, thash nuk e di. Mirë, a do merit? I sholas do me zvoglu të? Tasha jo, tasha se si. Zvoglu ju? Nuk e besoj. Po du tash me shku për disa çështje, kur ke qenë debat, keni qenë shumë njerëz edhe koha e barabartë, ndaj që gjithve shumë prej pyetjeve s'ko mujt me t'i bo. Për që ata, i kom disa pyetje për problemet me ujë të pijes, brenda 4 viteve, po du me dit, a ke me mujt krej qytetarve me i siguru ujë të pijes? E para, me i siguru ujë të pijes, po thuti, unë po thëmë në ryshe, me investu në rjetë të ujësirë që t'i siguroj. Me furnizu me ujë nuk mu i me siguru. Se nuk o përgjësie jonja jeta. Unë e kom pa dhe gjatë debateve dhe me kolekt me, edhe pse bese e kanë ditë, por kanë dashë me përdor. Për mene investimin kanalizim, mu po më intereson, qëfar investimi në ujësjelës keme? Natyrisht aty ku kemi nevoj për t'investu në rjetet të ujësjelës, ne do të investojmë jeta. Në fshatat ku si kemi do të vazhdojmë investimet për rjetin e ujësjelës. Mirë, por në furnizim me ujë, është pastaj përgjësi e institucioneve tjera, nuk o përgjësie jone, është në këtë rast e KRU Prishtinës është. Unë kam pas fatin me ngu dhe debatet e kryetarëve të komunat tjera, nëse do një me i përmen me emra, edhe të Agimaliut, Frizajt, edhe të Gazmet Muajgjet, po i marrë 2 paralele, edhe të dytë e kanë të njëjtën situatë, të dytë e thënë këtë që e themi dhe ne. Ligjërisht neve na është cungu e drejta për të qenë pjesëmarrës në menaxhimin e ujësjelësve. Neve e kemi obligim me financu rjetin, investimin, por jo furnizimin me ujë, sepse pastaj kalon automatikisht si menaxhim. Po ju nuk është që e keni kry krejt investimin. Vetë po thu që se Po është vërtet. Ne kemi pak jeta, arsyeja ka qenë, është fillu me CDI-n Zvicrane investimi i rjetit të ujësjelësit në regionin e Krajishtës. Janë fshatrat Krajisht, Ribori Madh, Hallaq, Zllakoçan, Varigovc, Bregojzi, Topliçan, Bujan, Grack. Por në momentin që vendi ynë ka hyrë në sankcione, ju e dini që janë pezullu fondet dhe ka met projekt në gjysmë,
Me qenë se po vazhdojmë të jemi në sankcionën e kom fut në projekcionin buxhetor vitin e ardhshëm dhe ne do ta marrim vetë si komunë me zhvillu projektin sepse na ka met në gjysmë për shkak të sankcioneve. Sa kushton për shembull që ky investim që e ke fut në projekt për Nuk e kam para veti buxhetin me ditë saktë, po diku rreth 1 milion euro kushton komplet të fshotra, po flas vetëm në shtrirjen e gypit të rrjetit të ujësjelljes në këto lokalitete. Nuk kemi investime më të mëdha të tjera. Okej, më kallëzove për shtrirjen e gypit të ujësjellësit, tash po më intereson për kanalizim. A e ke planifiku buxhet? Kanalizimi kanë të lokalitete. I kanë të lokalitete. Unë kam dëgjuar në një debat që Lipjani është përjashtuar nga fabrika për përpunimin e ujrave të zeza që do të bëhet dikon te Dobreva. Është një projekt i madh rreth 75 milion euro fondi nga BE-ja, në cilin parashihet kyçja në atë kolektor të komunave Prishtina, Fushkësova, Obiliqi, dhe kam dëgjuar që kinse është përjashtuar Lipjani. Shikoni, ujrat e zeza në shtratën e lumit Setnica nuk mund të kthehen ka Frizoja ka Kaçaniku sepse vetë gjeografia e bjen ujt ka Fushkësova. Ne kemi fut kolektorët rreth shtratit lumit Setnica, gypat në cilat synojmë në momentin që ndërtohet ky objekti, kolektori ujrave zeza te kyçmi Lipjanin, sepse ndryshe nuk mund zgjidhet ky problem. E kemi kry pjesën më të madhe të investimit të këtyre kolektorëve, do të kyçen pastaj në këta kolektorë që janë në të dy krahet e shtratit lumit Setnica, të gjitha fshatrat që e kanë kanalizimin e përfundum, kanë gropa të vogla, na i quajmë septike, gropa të grumbullimit të ujrave zeza, të cilat tash do të hyjnë në agjendën e pastrimit çdo 6 muaj këtyre në mënyrë që të mos dalin mbi sipërfaqe dhe do të vazhdojë investimi deri në kolektorin e ardhshëm. Nëse nuk bëhet fare kolektori, siç është nga Ministria e Planifikimit Hapësinor, e planifikuar me investitor nga BE-ja, atëherë natyrisht kemi një problem jo vetëm Lipjani, por edhe Prishtina, edhe Fushkësova dhe Obiliqi, dhe nuk do ta kemi lehtë për ta zgjidhur të ardhmen. Mirë, por jeti që është, unë e kuptoj që ky është investim, një pjesë është investim i qendrës, por rrjetin e kanalizimit, a do të investoni vetë, apo nuk e premtoni? Jo, nuk kemi telashe me rrjet, nuk e di për ku po flet. Rrjetin e kemi në të gjitha fshatrat, okej? Kemi një lagje në Miren tek Zenelt, unë di përmend fshatrat. Në Kryemerë kemi një lagje dhe ka anekse të vogla dikun në pjesë të ndonjë lokaliteti, kryesisht objekte që kanë pas telashe geografike. Po i kemi në buxhet jeta këto vite, tash mund ta konfirmoni, mundi me ime po. Me rëndësi është që po e premton mandatin e ardhshëm. Absolutisht. Jo mandatin e ardhshëm, por do të më kry vitin e ardhshëm patjetër. Vitin e ardhshëm. Po du me dalë te autobusat, stacioni autobusave, kur menon që përfundon stacioni autobusave? Se kemi nis stacionin që me përfundu, edhe nuk besoj që do të filloj stacion me ndërtu. Natyrisht do të rirregulloj ambientin ku do dojë me shku me stacionu autobus, sepse jeta koncepti i transportit është në rrumë në Lipjan. Mona nuk kem kompani tonën si komun, publike, e cila do të ketë autobus të vete, shofer të vete, punëtor të vete. Nuk kem. Po flasmi për një ish stacion të autobusve, në cilën kanë qenë mbi 100 autobus në atë kohë, kanë qenë mbi 150 punëtor, po flasmi për para lufte. Dhe tash unë kom një këta kundër kandidatet e mi të dashur me rikthy atë kohën e para, nuk kthehet ajo kohë, se kërkush nuk shkon me prit në stacion të autobusëve tash. Kun po e kthejnë në shtime për shkak po e kthejnë stacionin e autobusave, po e kthejnë, shofera po thonë që kanë me pagu në kuadër. Jo, shiko, ne do ta rikthejmë, kuptoj edhe një herë, do ta rikthejmë një vend parking. Një vend parking. Të dedikuar për të gjitha autobuset kompanit private në Lipjan, në mënyrë që të mos stacionohen. Gjithatë qatë infrastruktura, dush me bo? Absolut, po. Por jo stacion autobusave. Mene që gjatë mandatit do të bëjmë, pa tjetër. Nuk mund t'i qes datë sakt, por gjatë mandatit po na duhet për ta zgjidhur si situatë. Nëse kryn qatë parking, a do ta zgjerosh në transportin publik? Do ta kemi edhe një objekt të vogël i cili do të akomodojnë pastaj ata që presin. Po mund t'i themi peronizim, mund t'i themi stacioni busave. S'po do mi thonë stacion, apo do mi thonë stacion? Shiko, koncepti i ish stacionit nuk kthehet. Stacionin s'po do me u përzi. Mirë, veç një objekt kime kriju, edhe gjatë mandatit, apo po më premton vitin e parë, 2-3? Unë besoj që gjatë mandatit, nuk e di për vitin e parë, por gjatë mandatit patjetër. E trafiku urban, a do të organizohet, a do të kesh trafik urban? Nuk kemi në qytet tonin të Lipjanit trafik urban. Flasmi për trafikun fshatra, viseve rurale që vinë deri në qytet. Kryesisht kjo është ajo që quhet na trafik, nuk kemi trafik tjetër. A ka me u bë diçka e re në çat aspekt të trafikut që lidhet autobusat prej qytetit me shku në fshatra? Ka diçka? Ka vijat mjaftueshme. Vijat mjaftueshme ka. Ka vijat mjaftueshme ata.
Me privat e mbulant. Herën e fundit e kemi një marrëveshje me Prishtinën, për shembull për Janjevë, prej Janjevës deri në Prishtinë, kemi një autobus që qarkullon. Kemi autobusin që qarkullon gratis për nxënësit e fshatit Slovi, që 12 vite, për nxënësit e fshatit Gadime. Prape kemi një autobus i cili është pronë e komunës, punëtorët janë të komunës, shoferi po flas ai që merret me këtë punë, edhe kemi një të tjetër që shkon prej Lipjanit deri në Magure për nxënësit e atij regjioni, prej fshatit Hallaç, Rofs, Torin, Potoras deri në Çilag, Magure. Domethënë që 3 mandate kemi 3 autobus minibus që i kemi marrë në atë kohë prej Umnikut. E autobusi i përdormi na si Janjev komunë. Prishtina po funksionon? Po, funksionon, pa është autobus tjetër, është autobus i Prishtinës. Që ka lidhje me Prishtinë, jo me ju. Ata që janë pronë e komunës. Dhe kemi një të tillë në Shalë, që ne kemi të kontraktuar për të bartë nxënësit deri në shkollë. Tani do të hyjmë në agjendë, besoj, nga 1 shtator i vitit ardhshëm, do të hyjmë në agjendën për transportimin publik të nxënësve të shkollave mesme. Domthonë për çdo fshat që është larg prej qendrës së qytetit Lipjanit, komuna do të kontraktojë kompanitë në mënyrë që ne të marrim përbarë transportin publik të nxënësve të shkollave të mesme. Familjet do t'i lirojmë nga kjo lloj. Harrova me thonë edhe prej fshatit Aklap, ne i transportojmë nxënësit edhe sot gratis. Sa ju kushton ajo, për shembull, subvencionimi i transportit, sa po i kushton? Tash do të më pa numrin e nxënësve, sepse varian numri i nxënësve, nuk janë gjitha fshatrat njëjtë numri. Po mendon që janë në largësi të njëjtë. Po, kemi mundësi, sepse shikoj ata investimet e mëdha në Lipjan, investimet e mëdha të infrastrukturës i kemi mbyllur, jemi afër me i mbyll. Natyrisht na nuk do ta bëjmë një objektri të administratës të komunës, e kemi mbyll, e kemi kry. Nuk do ta bëjmë një stadion të madh të Lipjanit, sepse e kemi kry stadiumin, 3 stadiume i kemi tash si komunë. Nuk do ta bëjmë edhe një qendër të re të mjekësisë familjare, sepse jemi në përfundim me sipër, bashkë me qendrën e urgjencës. Nuk do ta bëjmë pastaj edhe një shtëpi të kulturës, sepse jemi në ndërtim me sipër. Do të kemi mundësi dhe kemi potencial buxhetor të mjaftueshëm tani me shku shumë ka mallat dhe shërbimet. Po më duket që s'ki ku mi harxhu parë, që po thu. Jo, do të kemi nevojë, patjetër, do të kemi nevojë, por do të thonë do të shtojmë shumën e mjeteve ka mirëmbajtje atyre që në investu, ka malla shërbime për të komunë gjanë me fshatra, pra po du me të pytë, mos keme bo në i form të biletës integrale mujore që shë ka Prishtina. Patjetër, do ta gjejmë mekanizmin për të subvencionu transportin publik të nxënësve. Thjesht dhe disa kategori tjera. Vetëm njerëz që shkojnë privata do të kenë mundësi, a e sheh naj mundësi të pagesës mujore, apo me operator privat nuk mundesh me bo diçka? Nuk e di, këtë do ta shohim se si do të me zgjidh. Në fakt, unë jam interesuar për nxjerrjen e rregullative dhe për të lehtësuar transportin publik dhe për kategori të tjera. Neve na duhet në Lipjan. Për çata, shumë shpesh po folim për nxënës, çerdhe, na nuk të pyeta për penzionera. Në komunën e Prishtinës për penzionerat, jo vetëm nxënës, kanë mundësi me udhëtu pa pare. Ti nuk e ke atë opsion Lipjan. Pikërisht këtë isha duke e referuar që neve na duhet për kategori tjera, me gjetë një zgjidhje të mundësisë për subvencionim të transportit të tyre, do ta shohim mental, me sigurisht që po. Do ta konsiderosh, po premtim s'pejep, apo pejep për pensioner? Ne kemi në agjendë ndërtimin e qendrës për personat moshuar me qëndrim ditor në Lipjan. Dhe këtë do ta bëjmë gjatë vitit parë më njëherë, sepse do të kemi mundësi, objektin e kemi, do ta adaptojmë dhe do ta bëjmë një qendër të qëndrimit ditor për personat moshuar. Do ta marrë komuna përsipër, natyrisht mirëmbajtjen dhe gjitha nevojat tjera që janë në kuadër të atij objekti. Kështu që unë besoj që kemi gjetë një model edhe të transportit publik për kategoritë e tilla. Po du me të pyet për zonën ekonomike, çfarë investime kime? Po se është në zhvillim ekonomik, a keme funksionalizu këtë famshmën zonën ekonomike në Kërçev, apo çka tjetër keme investu? Është për befasi, jeta atje është investu nga komuna, po shumicën e mjetëve i ka thonë qeveria vit pas viti. Ka që 8 vjetë që financohet gradualisht, jo në shumat mëdha. Tani më mësu me bo politikë me ka 100.000 euro në vetë investim dhe kjo shkon gjatë. Për shembull, na e kemi një shkollë të mesme në Lipjan, që është para përfundimi, është nisë në kohën e Is Mustafës, kryeministër ku ka qenë, dhe akoma nuk o përmbyll. Këtë kjo si pasojë që akomodohet buxheti në afat gjate. 100.000 euro çdo vit, 100.000 euro, dhe këto shkojnë gjatë investime. Kur jemi te Kërçeva, jemi më konkret. Për befasi të investimeve të drejtaneshme dhe për befasi që kanë fillu tash për të mirat, jemi ndërtu 3-4 fabrika, një prej tyre është edhe amerikane, e cila pritet me i pas 300 punëtor. Tash kjo qeveri e ka shpoll atje zonën për deponit në Betorinav, për fatin të në keq
pikërisht O e njëjta zonë ekonomike. Në kufe, në gjitur është, pronat e në gjitura. Ka shpronësu prona, unë kam reagu, kam qu shkresa disa herë, për ma keq para Logë dhe fabrik ofër njëna tjetër sa? Fabrikat, zona ku ne e kemi dhonë në shfrytëzim dhe ka fillu ndërtimi fabrikave, aktualisht janë duke ndërtu. Në gjithë me të, në pronat, është shpall zonë për deponi regionale në vend të deponisë së Mirashit me pru deponin atë. Veç në menojë qfarë. Dhe është për habi, unë i kam shkru disa herë, kam kërku dhe për Ministreshës Rozet ma heret, para një kohë gjatë, edhe për Ministrit Libor në Liu, sa ishte atë, ma heret po flasë, që kjo pun nuk mund të ndodhë, sepse është ndodhë shumë ambienti. A duhet aprovimi i komunës, po më interesan me legjë, as duhet? Do dohej, edhe këtë është problemi edhe i PZK-s që s'na i kanë aprovu, për shkak që kërkojnë me fut PZK qatë pjesën me bot deponi regionale. Nuk u problemi, ne natyrisht e kuptojmë qëllimin madhor që shteti unë duhet këtë deponit të tila diku në larkësi, ku nuk është penges për banor, nuk jemi a priori për të refuzu qështje. Po kur të nënesh edhe analizën, që ti ke fshatin Ribori Madh, fshatin Vërsheft, Qylog, Pëtërës, Torin, kur ti ke aeroportin në vit të drejt, as 2 kilometra, me e boni deponit mbetërinave regionale është absurditet. A kena e alternativ tjetër, për shemull, Imrim, me bu me të pyta ata ku po propozat? Po qështje imja, o qështje Ministrisë Planifikimit Hapësinor. Po që ata thojnë, nëse s'dojnë që të ku po thu që Po në s'muna ta me na imponu neve si komun ku, sepse është deponi që e financën Ministria, nuk e financën komuna, deponi që e menagjën qeveria, ligji obligon qeverin, jo komunën. Edhe aprovimin tëndë. Jo, aprovim timin nuk ka marrë, atë as nuk do të marrë. Ta që kanë qusë fundit 3 ditë para ditës së votimit. Qojnë urdhres administrative, më falë, departamentit, drejtorisë, më falë, në këtë rast të geodezizë dhe katosit që të registrot prona që ata e kanë shpënsu në emën të Ministrisë Planifikimit. Dhe ne jemi pikërisht në këtë farë lloj konfrontimi me dokumente. A jetu menu me qunë gjukat? E kom qu. E kemi qu, pa tjetër. E kemi qunë gjukat, ta shumë se që sa e ke qunë gjukat? I ka 3-4 muj, ma shumë në shtë. 3-4 muj? I ka ma shumë. Si kam dokumentacionin me vetë jetë. Mirë, vetëm po më interesona e ke qu për mos mbroj se kundër kësa deponije? Po. Dhe më dhënë, s'ka na i përgjigje? S'ka përgjigje, halo. S'ka përgjigje, halo. është keq jeta, nuk u çështje kjo politika, as rivaliteti, as u çështje e natyrës, u çështje vërtet e pakuptimt. Po du Imri Ahmetin si sekretari LDK-s në shtatë, ndo mas për qësaj, tu i njoft komunat, si pas te mendimi jot ku është mas miri me bo deponin se që kjo e Mirashit, është presioni madh me u largu, e din, presioni madh. E di sakt. Dhe me thonë, vite tona, asë një komunë se ka në qef me marë deponin. Kallëzëm, të kishe qenë të qeveri, ku e kishe qu deponin e Mirashit? Unë menej që duhet kemi një studim të mirëfill të pozicionit, sepse kërkohet një pozicion largë vendbanime në rrët parë, sigurisht. Aty ku nuk ndot ujra, aty ku nuk ndot ujra, aty ku nuk, ku e diju në qëfar reflektimi do të ketë tjetër si deponi. Menej që këtu duhet institucionet përkatëse me bo një lloj studimi fizibilitetit të gjithë regionit, sepse po flasmi për deponi regionale. Në shtatë ta thojnë e kena bo studimin që aty në Lipjan? Kërkojmë mirëkuptimet apo teritori e regionit tonë, që të fillojmë prej Podujevës atje, dhe mbaron të Kleçka Divjaka me pjesën tonë të Lipjanit ose me drenasin këtë krahun tjetër. Prandaj u menej që Ministria e Planifikimit Hapësinor dashmi pas alternativat e veta në zona më të thella larg vendbanimeve, kryesisht larg vendbanimeve, në afërsi të një vendbanimi çfarë është tash Ribori Madh dhe Qyloga. Është vendbanim, është zonë ekonomike. Plus zonë ekonomike. A është vendbanim? Jo, në gjithë me zonë ekonomike është edhe fshatrat janë jeta, se disë po kuptohemi. Shumë interesant është, veç me e po me së, edhe ti personalisht kime thonë gabim është. E mos klasë me më për institucione zyrtare. Qështë e kam bo këtë vendim? Ta shatë pës të jeta, njëra ministri, tregtia dhe industria financën, bashkëfinancën me ne për të bëzë zëre ekonomike, Ministria Planifikimit Hapësinor shpall zonë për ndërtimin e deponisë. E njëta qeveri, vetëm 2 ministri. Shikojnë qëfar situatë jenë. Shtu pibjen, nëse jena. Apo mendojnë që nuk janë konsultu me njëni tjetër? Unë mendoj absolutisht. A i ki bo si njëni tjetërit kur a e kanë po... Jo, e di që Ministreshës Rozeti i kom tregu në zyrët saj, që është e pa kuptimt. Qa ka thonë? U habet edhe, nuk e dinte. Nuk e kish pas idenë që po bëhet deponia të. Sepse kjo ishte të financu me neve. Gjithë këtë investim që e ka bon zonë ekonomike me bugjet Ministrisë Tregtisë zë vetë? Bile, mund të vërtetoni, në nënshkrimin e memorandumit me Ministreshën Rozet për të vazhdu financimin në atë zonë, e kam me datë shumë avënd se so data kur është morë vendimi
për shpronësim të atyre tokave. Fjallë tjera ti po thu, kom bashkëpunojmë Ministrinë. Absolutisht, kom bashkëpunuar për të vazhdu investimet. S'ka blokad në atë investim në zonë ekonomike? Tek zona ekonomike s'ka pas. Jo. është vazhdu sepse ka qenë memorandumi ma hershëm, e ka vazhdu Roseta, e ka financu Roseta. A e ka marrë përsipër me folë me Ministrinë e Libonaliut ose tash Hysen Dyrmishit? A e ka marrë përsipër? Tash nuk e di, a ka komunikuar. Kur e keni bo këtë diskutim? Kjo është para se më shpallë zgjedhjet lokale. Para 2 muje? Mund të ketë ma shumë. 2-3 muje? Mund të ketë ma shumë, po, 3 muj, po. Edhe në ndërkohë, si jeni një? Nuk kemi asnjë lloj. Nuk e di. Po më intereson, apo të përgjigjen ministrat, ka disa kryetarë që ankohen që ministrin nuk ja u kthen përgjigjen, nuk ja u qel derën, ti kallëzove për Rozetën që ke pas punë, tjertë? Mund me thonë, t'jemi sinqert që jo, nuk kemi pas në bashkëpunim, e di që një memorandum e kemi nënshruar me Ministrinë e Infrastrukturës për të vazhdu investimet në një urë mbi shtratin e lumit Sitnica. Përndryshe jo, nuk kemi pas as një lloj as komunikim besa besjet. A ke ly për qëta, për qëtë çështje me u taku me Ministrinë e Ambientit? Jo njëherë, po disa herë tjeta. Kemi lyp, si shkëmi, ne kemi shkru shkresë zyrtare dhe kryeministrit. Për shembull e kemi rastin e Ministrisë Punëve të Brendshme. Është një objekt i cili shërben për pasaporta le të njoftima, i gjendjes civile. Është pa leje ndërtimore, është i pa regjistruar në katastër tek ne, fare, në pronë të komunës, dhe na kemi dhonë alternativa që të na lirojat hapësirë për ndërtu parkingun në të këso, se për kamet si këpurt, dhe i kemi dhonë alternativa, objekte tjera që në më të përshtatshme. Një komision e ka bërë Ministria Punëve të Brendshme, komisioni prej nesh, janë ullë, janë taku disa herë, janë pajtu mu zhvendos, është përgadit memorandumi me nënshkru nga kryetari i Lipjanit dhe Ministri i Punëve të Brendshme, kam shku në zyra atje, nuk o këtë e ka refuzu, kemi vetë pengazoj dhe sada e objekt është penges, e parkimu dhe e parku të mandë. Ke pas takim më nënshkru memorandumi që mu bërë? Ftes për me shku më nënshkru. Ftes? Dhe kemi shku. Edhe? Na kanë ftu në telefon, jemi shku, sepse është përgadit tereni, unë kom njofte edhe ata që gjithë kanë qenë komision nga Ministria Punëve të Brendshme. Mund me emra me javë referu, sepse i kam dikon e maila. Edhe? Edhe, kur jemi shku, i ka ropi shman, dikush ka intervenu më zgaboni me asisi. Më zgaboni me... Se fiton i mëja, si ta kryin parkingun mirë fiton, nalje me se leni pengone. A ka qenë para zgjedhjeve? Para zgjedhjeve? I ka një vetë ma tepër kjo punë. I ka një vetë ma tepër, vazhdushëm. Sepse na kemi insistu vazhdimisht me dialogat. Qysh jeni ti si kryetar komune që shkon aty edhe mas në... Jo një keq, më ka prit një këshilltar ose shef e kabinetit ku më harru tash edhe emrin kush ka qenë, edhe unë kom qef me shefin tim të kabinetit, kemi najt 5 minuta, i ka dal një punë ministrit, jemi këthy dhe kur gjë nuk u bonomi, po e vërteta o që nuk jemi ndihmu me zgjidh probleme. Po du specifikisht me të pyet se Qemal Aliu, i cili ishte në intervistë, tha që komuna që s'janë të vetëvendosjes nuk kanë qu kërkesa, nuk përdojnë me bo projekte. Për shembull për qerdhe, thanë, asnjoni s'ka dasht me u bo qerdhe, s'ka qu kërkesa. Jeta na duhet mi marrë këtë materialit me veti me dëshmu para kamera për qemen e për këndë të qoftë tjetër. Personalisht kam bërë kërkes për shembull për objektet për banim të përballueshëm. Ke bo kërkes? Natyrisht. Ministri, me shkrim. Të gjitha kriteret, vetë ministria i ka bo tik, janë të plotësura. Në fund është refuzu vetëm se si jem nashta të krau të tilë politik, ose ku e di me qëfar tendencet, konsekuenca politike, dhe refuzuat. Kemi korrekt, na nuk mund sepse dokumentacionet flasin, ose për qerdhe. Ne kemi pas nevoj me ndërtu qerdhe në Magur ose në Banull. Ne e dim ku kemi nevoj. Po si s'kemi qu, kur dushe dëshmoj. Dhe refuzimi ka qenë, po, e kemi shkresën të kryme në qytet ndoshim javë maru. Mo ti mësun ka zë ku e marajonë, na kem nevoj në Magure, kem nevoj në Banull, kem nevoj në fshatrat tona, sepse kemi ndërtu një 5 gjatë ti mandatit funit, duam të zhvillim akoma rjetin e qerdheve në nivel të teritorit komunës tonë, e kem të nevojshme jeta, dhe në fund kemi marrë refuzimin nëse keni në qytet po. Rastet të tilla kemi plot. Mirë, me qëfar standardi nëse keni në qytet? Se ka ma shumë vota? Nuk e di standardin se ka qenë tyre, po thjesht e kanë kërku që është. Po du me të pytë, po du me dalë të tema e radhës, tregu i Gjelbërt, i cili është ndërtu në Lipjan, po nuk është shfrytzu, e kemi vizitu, atë treg nuk po shfrytzohet. Kolegët e me kanë shku me po, qka po ndohë dhe qka menon në 4 vite dashme, qka me ndodhë me qa treg? Tash nuk e di për cilin treg Gjelbërt po fletë, nëse flitemi për ndërtimin e tregut të Gjelbërt që është në rrugën magjistrale që shkon për shtime, e cila akoma figuron tabela tregu Gjelbërt, a i shfrytzohet treg i plaçkave, treg i mobile, vetëm të hanëve funksionon. Ndërka që ish tregu i Gjelbërt që ka qenë qytet, akoma funksionon vetëm për produkte ushqimore.
jo për produktet e tjera. Dhe ai funksionon vetëm të ditëve të hëne, kur është tregu në Lipjan. Që që është haneve, a nuk ka nevoj me u bo për çdo ditë? Gjithë ditor? Nuk vinë, sepse shumica e tregtarëve atë janë jashtë Lipjani. Vinë prej komunave tjera, është treg që të ne quhet tregu i plaçka më tepër se sa që është treg i konsumit të produkteve ushqimore, ndërkaq tregu i produkteve ushqimore është aty ku ka qenë gjithmonë në qytet. Po du me të pyet për një çështje që po e vrejmë në krejt komunat edhe po dojmë a i keni me ndru qasje ndaj llogaridhënies së kontraktuzve. Shumë komuna në Kosovë po vim mas 4 viteve, 3 viteve, kur po ju këqyrim premtimet e juja, po i gjejmë rrugët cilat jo mbo me kvalitet dopt, po i gjejmë, kontraktuz të papërgjeshëm. Edhe nëse paret i ka dhënë kryetari, i ka nënshkru kontratat, kualiteti i punëve po është i dopt. Çka kemi ndru në qëtë aspekt, a kemi shtrëngu mbikëqyrësin e kontratës, i cili është i komunës? A kemi kapacitete? E para nuk pajtoj me ty që po i gjenë kryetarët. Nuk i gjenë kryetarët. Na e marrin ata në përmes sistemit të konkurimit, sepse kanë garë, kompanit me zveti garojnë kush e merr atë dhe ka shumicën e raste dhe në SHP i marrin nëse ti. Do të thonë mazi ti po thu na i marrin të hollat edhe kurse kryjnë punën. Na i marrin projektin po flas. Projekti ato s'ndodha se më bëmë ndodha ashtu mos vetë. Okej, ju marrin projektet. Ajo që dua ta më jetë shiko. A ki boll mbikëqyrsa? Se ti po thu infrastrukturë konkrete. Jo, nuk kemi, jo. Sepse s'kemi. Absolutisht jo stimulues është me ardh inxhinier të fortë me najt në komunë me një pak të tillë jetë. Ne kemi durt e lidhura për të dhënë mundësi, shtesë zyrtarëve tonë administratë. A mund është me bo shërbime, si shërbim kit holla? E kanë provu shumë komuna, edhe ma keq ka dalë. Ma keq? Edhe ma keq ka dalë, sepse natyrisht ekziston, Kosova është vend i vogël, ekzistojnë lidhje të ndryshme, ekzistojnë institucione ndryshme që certifikojnë punën. Për shembull, nëse ne dyshojmë... Rea, dush mi që dur që shto? Jo, absolutisht. Jo, po du me dalë dikun tjetër jetën nëse jep kohë. Kemi pas rast kur personalisht kam dalë para disa vite dhe kam kërkuar të bën analizat një pjesë të asfaltimit të rrugëve, dhe ne për 2 ditë na vjen nga laboratori certifikimi i analiza e atij lloj asfalti më i mirë i Dulkit, sepse janë private edhe ato institucione që certifikojnë kualitetin, apo? Dhe tash menaxherin këtë rast ose zyrtari i administratës, atij intereson me pas dokumentacionin nga një institucion i certifikuar që është në rregull. E syni kallëzike që s'është. Syni ty tregon që nuk është në rregull. Cila është mundësia e zyrtarit? S'ka ç'a bën. A ke bo qare? Na kemi vështërsi, natyrisht sepse shumica udhëzimeve administrative i kufizojnë disa mundësi të menaxherëve në këtë rast të kryetarëve të komunave për të stimulu zyrtarët tonë për të nejtë nështë gjatë gjithë ditës kur ka të zomë një asfaltim një rrugë. A shkon rri 5 minuta, 10 minuta dhe kthehet, nuk rri gjithë ditën atë, sepse s'ka asnjë lloj stimulimi ose punohet nështë atë ditë vikendeve. Zgjidhja është natyrisht të menej që duhet me dhonë mundësi zyrtarëve, menaxherëve kryesor për të pagu shtesë, për të stimulu shtesë, në ryshe është vështirë sepse shumica menaxherëve rrinë 1 vjet, 2, 3 dhe ecin, nuk rrinë. Gjejnë punë më të mirë, gjejnë punë private dhe nuk rrinë. A mund është edhe, a mujmë si pushtet lokal me i disiplinu mbikëqyrësit e kontratave, sepse si pas raporteve të auditimit, po del që kur mbikëqyrësi nuk e ka këqyrë mirë një puna, ai nuk po dërgohet në proces disiplinor në komunë. Ka raste, jeta shiko, problemet fillojnë prej momentit kur ndërtohet një projekt detaj, projektanti. Për shembull, projektet për ndërtimin e një rrugë ose projektet për ndërtimin e një qerdhe. Neve na e bën një kompani e cila e ka fitu të nderin për të bë projekte. Apo? Dhe tash, kur e bën ai projektin, gjatë ekzekutimit, ti vren 100 defekte në ekzekutim me sipër. Përgjegjësi kush është? Përgjegjësi është ai që ka bë projektimin. Ai që ka bë projektimin është një kompani e cila punon ashta me studenta. I bë projekte detale, ti bjen në komunë, ti nuk i zyrtar të komunës që mundet me e kontrollu në detaje projektin detalj të një qerdhe dhe ti e publikon falfal. A mund është me bo zyrtar, me punësu zyrtar? Po, për me bo projekte. Nuk e bojnë. Me mbikëqyr. Po jo se kanë me mbikëqyr. Jo me bo. Kanë me mbikëqyr. Për me mbikëqyr që ta që e bjen me studenta, që e bjen... Kanë me mbikëqyr, kanë. Projektin detalj. Projektin detalj, po. Dëgjon, projektin detalj është liber i madh, besoj e diçka projektin detalj. Me udhëzime administrative, neve na kërkohet me pas kompani të certifikume për projektime. Nuk mund është me... Po duhet dikur që mirët me qata. Që mirët. Po mirë, ti merë 10 zyrtar, hajde pe marrë me 10 zyrtar, me një kontrat për me kontrolu projekte detale dosit. Dhe ti kur të marrësh për kompanisë,
Ti qatë dosje ki me qunë prokurim me e shpallë në mënyrë elektronike. Qatë dosjen e shpallur në mënyrë elektronike, aplikojnë kompanit dhe e marrin punën. Kur të fillon ekzekutimi, ti qatë ishte defektet. A di që ndodh jetë një projekt i tillë, për shkak i ki minus 5 drejtore të shkollës. Se mos me angazhu dikon mi pa defekte, tu e analizu Nuk i gjen lehtë. Si gjen? Është shumë e madhe ajo punë. Nuk i gjen lehtë, nuk mundesh mi gjetë. Vetëm gjatë ekzekutimit i vren. Po, çka me bo, çka halli? Po shkon do për funksionu, jo. Vetëm krejt komunat në për krejt botën funksionojnë të bo projekte. Natyrisht. Este na po bohën keq, edhe në Prishtinë emre, Lemon Lipjan. Kontraktori nuk e ka një mbikëqyrës që i rrim për mi krye thot keq e ki bo, s'po ta pranoj. Pranim teknik, s'po ta pranoj. Jo, ka i kthejnë shumë. Ka që s'pranoj. Unë jeta, nëse dënë po s'po du me për me emra, unë i kam 3-4 në gjykatë që i kum qu. Bashkë me menaxherët mesja kemi pranu punën. Kompanive, X kompanive caktume dhe ne i kemi gjykatë. A e kanë disciplinu tregun që ata? Nuk e kanë disciplinu, se prap vinë konkurent ta mërsh mi më lirë, ti e që në shëpë referencë, tuk filan kompania të futët në listën e zë, sepse ka bërë këtë defekt. A të futët? Se fusin e qëfar të futën e. Se fusin? Ja, më qëfar, prap të alonë konkurent në trek të lirat e. Sistemi nuk është në regull këtë ma tepër. Mirë, për arsim po më intereson, arsim shëndetësi, kemi 5 minuta që po du me folë qka është premtimi jëtë dhe i kom dërtu shumë qerdhe. Në qender i ki qerdhe të cilat s'ti pas ka pagu, ministria s'ti ka pranu, a do mi bo ashtu kështu me bugjet lokal ajo? Po, në projekcionin e arshëm bugjetorve që i kom fut cilat, Magurën? Në Magure, do ta kemi në Banull, një për shatrat e regionit Banull. Aty është Glogovci, Banulla, Qalapeku, Bujaria, që do ta keni një qerdhe për bashkët. Dobroj të madhe? Një dobroj madhe, një është Krajisht me ribar të madhe, do ta keni një qerdhe. Në Lipjan, në lagjën e Klopit, Konjujt, edhe në Janjev synoj me bo një qerdhe të vogët, sepse Janjev është vetme. Po premton pa marë parasysh qendra e finansë? Pavarësisht qendrës, ne me bugjetin tonë të Lipjanit kemi ndërtu këtë qerdhe, menoj që e kom pa se si ka reflektu në teren edhe kom pa që është tepër e nevojshme, i lera në radhë parë prindet për të shku pastaj natyrisht për të gjetë momente për të shku në punë, me siguru marrëdhënie të punët më lehtë, edhe natyrisht socializon fëmijën shumë herët, u shumë e domosdoshme me ndërtu. A kime mujt me pilotu mësimin gjëditor? Besoj që po gjatë mandatit. Ne veç kemi hyrë këtë ide në këtë agenda dhe menoj që po. Do të filloj me 4 ose 5 shkolla maksimum. Për me pa qysh po reflekton edhe me pa pastaj mund ta zgjerojmë edhe në objekte tjera. Për fat të mirë kemi armë në një momenton përshtatshëm kur tash në shumicën e shkollave jemi në një ndrym. Na derivon kemi qenë me ka 2 ndrime, me ka 3 ndrime jeta në shkolla mësim. Për fund, shumë ju kom bo presion në rundën e parë për kate edhe ndërtesa. Shumë pak presion për gjelbrim. Qka keme bo për gjelbrim me një komunë që është këgja e betonizume, si Prishtina, apo premton gjelbrim? Jeta, një prej sfida më të moja ka qenë kjo, me i siguru midis Lipjani. Në zonën e parë, në zemër të Lipjanit, 1 hektarë 17 gjelbrim nuk e kom pas letë. Dhe ne jemi në përfundim e sipër të parku, të gjelbërt, midis qytetit. A i park sa pëmi ka? Që aty është pikrisht... Ka herë po bo një park që me beton edhe... Jo, ka pëmë këtë shumë, tash sakt nuk e disë është një, për natyrisht. Dhe pikrisht në qatë park është objekti që fola pak merët i pasaportave letë njoftimave. Mirë, a do me lanë me qatë park, a kime buna do të vazhdojmë, ku do ku gjejmë hapësirë dhe mundësi, do të vazhdojmë, ne kemi mjellë drojt dekorativ bese e shed, Lipjanin nëse ke qenë ma prek, që shumë bukur duket, do të vazhdojmë gjithanej për të mjellë drejt dekorativ dhe parqit reja. Jo, numër sakt nuk e kam. Kemi hyrë në agendën e pastrimit gjithë shtretëve të lumejve dhe ndërtimit të hapësirave të gjelbërt të arras shtretëve të lumejve në çdo fshat. Do të shkojmë në shumicën e fshatra për ndërtu. Mriameti, urime edhe faleminderit që erdhe në debat për një me edhe mas fitores. Faleminderit edhe juve, punë të marrë, faleminderit. Ishte kjo intervista me Imriametin, i cili e ka kalu komunën pa ballotazh, vazhdoj me kryetar tjerë çdo natë të cilët kanë kalu në këto zgjedhje fitoren pa ballotazh. Deri nesër mbrëma ku mund ta shihni Qemal Aliun, intervistë me Qemal Aliun, natën e mirë.